Qeveria ka pranuar se në kompanitë e internetit dhe të telefonisë celulare janë instaluar 7 pajisje DPI, Deep Packet Inspection, të afta për të analizuar dhe kontrolluar në detaje informacionet që qarkullojnë në internet. Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike, Igli Tafa, u përpoq të qetësoj publikun se nuk ka asnjë rrezik përgjimi, teksa siguroi se një bisedë në WhatsApp apo në aplikacionet e tjera të komunikimit është e sigurt. 100% e trafikut të internetit është i inkriptuar, koduar. Protokollet e inkriptuara e bëjnë të pamundur shikimin e informacionit sensitiv, që është kush komunikon me kë dhe çfarë kanë mesazhet, tha ai për Top Channel. Njësoj edhe një vartës i tij në të njëjtin komunikim siguroi se pajisjet ishin bler vetëm për të bllokuar aplikacionin TikTok dhe do të përdoreshin për një periudhë një-vjeçare. Pra aq kohë sa TikTok do të bllokohej në celularët në territorin e Shqipërisë, por pajisja Deep Packet Inspection, DPI, nuk është firewall i thjesht. Ajo ngjan më shumë me një lupë që kur vendoset në server para zgjedhjeve, nuk bllokon vetëm sajtën në TikTok, por është e aftë të kontrollojë lëvizjen e çdo zëri kritik, të çdo lajmi që denoncon skandalet e korrupsionit, të çdo videoje që nuk është xhiruar nga dronët e kryeministrisë, të çdo meme që nuk është montuar nga propagandistët e rilindjes. Si përdoret DPI nga autokracitë më të zëshme në botë? Kina përdor DPI si pjesë të Great Firewall of China. Me anë të DPI-s arrin të bllokojë në kohë reale fjalë si Tiananmen, Dalai Lama, demokracie të tjerë. Autoritetet kineze mund të skanojnë përmbajtjen e çdo faqeje që hap një përdorues dhe nëse nevojitet, mund të ndërpresin komunikimet kur zbulojnë aplikacione si Sinjal apo protokollet e VPN-ve. Që prej vitit 2019, Rusia ka vendosur përdorimin e DPI si pjesë e ligjit për internetin sovran. Kompania Rostelecom në bashkëpunim me FSB ka vendosur pajisje DPI në rrjetet kryesore ISP për bllokim të menjëhershëm të faqeve si Meduza, Radio Free Europe, Navalny.com. Ashtu ka si qëllim edhe gjetjen dhe çaktivizimin e përdoruesve që përdorin VPN ose Tor. Sigurisht mbikëqyrja e rrjeteve sociale gjatë protestave është një procedurë rutinë. Gjatë protestave të vitit 2022, pas vrasjes së Mahsa Amini, regjimi iranian përdori DPI për të zbuluar vendodhjen dhe përmbajtjen e komunikimeve në Telegram dhe WhatsApp dhe për të penalizuar qytetarët që përdorin mjete anonimizimi. Sipas Amnesty Tech, DPI në Iran është importuar nga kompani kineze dhe ruse, përfshirë ZTE dhe Huawei, nuk mbetet pas edhe Turqia, ku censura shtetërore qëndron në aleancë me NATO-n. Turqia ka instaluar DPI në rrjetet e saj të telekomunikacionit për të monitoruar përdoruesit gjatë protestave në Gezi Park dhe pas grushtit të shtetit në 2016. Autoriteteve ju desh edhe për të bllokuar aplikacione të kriptuara si Proton Mail dhe Sinjal dhe për të analizuar në kohë reale mesazhe në rrjete sociale për përmbajtje kundër shtetit. Për regjimet autokratike, DPI nuk është thjesht një mjet teknologjik, por një armë për të ruajtur pushtetin, një algoritëm që ka aftësinë të dirigjojë censurën edhe në botën e pakufishme të internetit. Eksperti i teknologjisë sot ndjej frikë për privatësinë e internetit. Prej ditësh ekspertë të teknologjisë kishin ndezur alarmin se qeveria shqiptare i kishte bler pajisje DPI me pretekstin e bllokimit në TikTok, por në të vërtetë mund t'i përdorte për përgjim dhe dirigimin e trafikut në internet, një lloj siç përdoret nga autoritetet në Kinë, Iran, Rusi, Turqi e të tjerë. I pari që udhi alarmin mbi mundësinë e mbikëqyrjes së të dhënave në internet me këtë pajisje ishte eksperti i teknologjisë Besmir Semanaj. Është era e parë që ndjej realisht frikë për privatësinë dhe lirinë e përdorimit të internetit në vend, shkruante ai që në datën 23 mars. Më vonë ai sqaroi edhe përdorimin e DPI, të cilën e quajti një teknologji që u lejon ofruesve të internetit, ISP, ose autoriteteve të inspektojnë në mënyrë të detajuar përmbajtjen e paketave të të dhënave që kalojnë në rrjet. Funksionet e DPI, sipas ekspertit të teknologjisë Besmir Semanaj, janë: mund të dallojë llojin e trafikut, video, tekst, aplikacioni caktuar si TikTok, VPN e të tjerë. Mund të bllokojë, ridrejtojë ose modifikojë trafikun në kohë reale. Mund të monitorojë sjelljen e përdoruesve në internet në nivel shumë të detajuar. Pse përdoret DPI? Për kontroll dhe censur, për siguri kibernetike, për optimizmin e trafikut ose menaxhim të rrjetit, për mbikëqyrje masive që është shqetësuese nga aspekti të drejtave të njerëzit. Rreziqet për privatësinë e qytetarëve, mbikëqyrje masive. DPI mund të analizojë çdo gjë që bëjmë online në kohë reale, shkelje të drejtës për privatësi, edhe nëse nuk bllokon asgjë, vetë fakti që monitoron krijon një ambient të frikshëm. Keq përdorimi të dhënave, nëse qeveria ose ISP-t nuk janë transparente, të dhënat mund të përdoren për qëllime politike, dëshkime ose manipulime. Mungesë transparence dhe kontrolli nga publiku, nëse DPI vendoset pa kuadër ligjor të qartë, nuk ka as mekanizëm ankese e as garanci për të drejtat themelore. Dyshimet. TikTok ishte preteksti.
DPI ishte qëllimi. Bllokimi i TikTok ishte një vendim që u mor personalisht nga kryeministri Edi Rama dhe ai e justifikoi atë me një arsye të dyshimt, siç ishte vrasja e adoleshentit Martin Cani, zënës i shkollës Fanoli në Tiranë, vetëm se ajo që din të gjithë është fakti se shkaki i konfliktit që çoi në vrasjen e 14 vjeçarit nuk ishte TikTok, pasi autori i krimit përdori Snapchat pas vrasjes, një rrjet social që është ende i aksesueshëm, shkruan lapsi.al. Prandaj kur kryeministri e quajti TikTok rrugaçin e lagjes dhe paralajmëroi mbylljen e aplikacionit, reagimi i tij ekstrem shkaktoi habi, edhe pse Rama nuk e ka pasur kurrë problem të bëj pakt me rrugaçët e vërtet, të cilët i promovoi duke i propozuar deputet dhe kryetar bashkie. Gjasat janë që si vrasja e Martin Canit, ashtu edhe mbyllja e TikTok ishin pjesë e një plani për të futur në punë pajisje DPI, sipas formulës së gatshme nga autokratë të tjerë në botë: gjej një krizë, shpik një armik, shto kontrollin mbi popullsinë.